Po marrim shembull Divjakën. Kemi Divjakën. Si ka mundësi që Divjakën po pushon protestën Divjaka. T'ja bashkoj Lushnjës, përveç se një arsye e ka në fakt, se këtë e ka thënë kryetaria e Bashkisë Lushnjës, që Lushnja nuk ka dalje në det dhe kërkon që të dalë në det kryetaria e Bashkisë Lushnjës aktualja dhe kërkon të piti Divjakën që të ketë dalje në det. A thua nuk e ka atje detin se mund të kalojnë në Divjak, po ndoshta tashmë e kanë shpallë non grata qytetarët e Divjakës për mos të kaluar aty. Dhe kemi qytetarët e Divjakës në mënyrë të përgjithshme prej rreth më shumë se një muaj në protestë. Dalin që gjithë qytetarët atje, pa dallime, pa bindje politike, pa dallime partijake, socialistë, demokratë, pa angazhuar me parti dhe kërkojnë Divjaka bashki, se Divjaka meriton të jetë bashki. Është një komunitet me identitet, është një komunitet dhe është një bashkësi ku janë të gjithë punonjës, punëtorë të ndershëm, me toka, me sera, me proventari të larta bujqësore, elektorale, me lagunën. Pra, Divjaka është një bashki që vetë menaxhohet, ka pasuri, arrin të menaxhojë të ardhura, të mbledh të ardhura që të funksionojë si bashki. Pse duhet të shkrihet? Pse duhet i bashkohet Lushnjës? Të largohen shërbimet? Çfarë arsye ka? Mbarin patosin. Si mundet patosit i bashkohet Fierit? As në ana, edhe nga distanca shumë larg, nuk e lidh asnjë gjë, është një patosi, është një qytet i krijuar nga naftëtarët e ndershëm dhe punëtorë prej shumë vitesh, një bashki që për hir të së vërtetës duhet të them ka performuar mirë edhe gjatë kësaj periudhe, dhe këtu më vjen mirë që kanë dëgjuar kryetarin e Bashkisë Patosit që me elokuencë madje ka thënë që nuk e ka kundërshtuar hapur, ka ruajtur ato të kryeministrit, por ama ka thënë që ne jemi një bashki që kemi performuar shumë mirë dhe nuk shoh asnjë arsye që kjo bashki të shkrehet të bashkohet Fierit. Fieri, jo që nuk duhet i bashkohet Patosi, por Fieri është i nevojshëm me patjetër të ketë një riorganizim kjo bashki kaq e madhe që është menaxhuar në mënyrë më të keqe të mundshme. Kemi Cakranin. Cakrani kur ka qenë komunë, njësi vendore, ka qenë komunë më vete, ka qenë një nga komunat shembull në menaxhim, një nga komunat që ka resurse, ka banorë që punojnë, dhe Cakrani meriton të jetë një bashki më vete. Kemi Levanin që është një qendër vërtet, një pikë strategjike, kyç në autostradë, ku me zonat përreth që janë zonat të mbushura me fermerë që punojnë, që bëhet një bashkim më vete duke përfshirë edhe zonat të tjera rreth e rrotull. Pra, propozimi i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit është nga 6 bashki të bëhen 12 bashki. Dhe kjo do të realizojë më së miri të gjithë menaxhimin e këtij qarku, do të sigurojë më së miri qytetarët të kenë shërbime të afër, të ketë menaxhim më të mirë të resurseve, mos të kemi shpopullim të vendit, të kemi shkolla që të hapen dhe mos të braktisën. Kemi në shumë fshatra, në shumë zona të Fierit, shkolla që janë mbyllur, shkolla që do të fillojnë të ikin nxënësit me furgon për të ardhur në shkollat qytetit Fierit. Pra, po shpopullohet vendi. Parë me këtë këndvështrim, unë mendoj se kjo qeveri është qeveri armiqësore me popullin e vet, se nuk ka mundësi që të vazhdojë me këmbgulje në marrëzinë e vet, kur gjithë qytetarët, votuesit e vet, madje drejtues të Partisë Socialiste i thonë që jeni gabim, se kush duhet u thotë kësaj qeverie, këtij kryeministri dhe këtyre deputetëve, dhe po përqendrohen përsëri te qarku i Fierit. Janë 12 deputet të Partisë Socialiste që presupozohet se kanë marrë votat. I kanë vjedhur në fakt, i kanë grabitur në fakt me në krye Belinda Ballukun. Dhe Belinda Balluku, drejtuesja politike e qarkut Fier për Partinë Socialiste, në dëgjesën që është bërë në qarkun e Fierit, ku morën pjesë demokratë socialistë, ku diskutua dhe shumë socialistë dhe drejtues socialistë të kohëve të mëparshme të pushtetit lokal, u shprehen që të paktën nuk ishin për bashkitë të tjera të qarkut Fierit, por janë shprehur që 6 bashkitë të qarkut Fierit do të qëndrojnë siç janë. Dhe kjo ka qenë një deklaratë publike edhe e zonjës Balluku bër pas dëgjesës që u bë te kinoteatri Ja Fierit. kujtuan në fakt, po. Po, atëherë, ku është zonja Balluku dhe 11 deputetët e tjerë që i vjen nga mbrapa duke e mbrojtur me karton në parlament që asaj mos të hiqet imuniteti dhe të vej përpara organeve të hetimit për t'u hetuar dhe për t'u gjykuar?
ku janë, pse nuk flasin sot, ku janë deputetët e Partisë Socialiste që bëjnë namin duke dalë dhe duke takuar qytetarët e tyre, votuesit e tyre, pse nuk dalin të prononcojnë, e kanë në dorë. Nuk kam se t'i lutem kryeministrit Rama. Deputetët e Fierit, të 12 deputetët e Partisë Socialiste, të deklarojnë votën kundër në parlament për ndarjen e bashkive në këtë mënyrë. Rrëzohet me njerë kjo platformë dhe ky projekt i Ramës dhe i Maznikut që kanë propozuar për ta çuar në parlament rreth muajit shtator apo tetor, nuk e di se kur e kanë parashikuar. Pra, kaq do të mjaftonte një reagim i deputetëve të Partisë Socialiste të qarkut Fierit, por ta janë ushtar, ta nuk janë deputet, ta nuk din të thonë dot një fjalë kundër, ta nuk din të argumentojnë, ta nuk din dhe nuk duan që të thonë asnjë fjalë kundër qeverisë tyre dhe kryeministit tyre, pavarësisht se qytetarët janë kundër këtyre vendimeve. Flasnu edhe për Patosin, edhe për Divjakën, por edhe për 13 bashkive tjera, edhe për Memaliajin, edhe për Fusharzin, edhe për gjithë bashkitë e tjera që kanë menduar për t'i shkrirë, për t'i thithur, për t'i kaluar në bashkitë të tjera, për t'i bashkuar dhe për t'i quar numrin e bashkive në rang republiken në 46 nga 61 që janë.